Himara ka përmbyllur me sukses 3 ditë festimesh në kuadër të çeljes së sezonit veror 2026. Në qytetin bregdetare dhe përgjatë së dielës u zhvilluan një sër aktivitetesh, të cilat në mbrëmje kulmuan me spektaklin e dronëve. Me qindra dronë u ngritën në ajër duke formuar instalacione të ndryshme që mahnitën publikun. Kryetari i Bashkisë së Himarës Vangel Tavo u ngjit në skenë duke theksuar se këto evente janë vetëm fillimi i një sezoni të suksesshëm, ku këtë vit Himara ka si pritshmëri të thyejë çdo rekord në numrin e turistëve. Në çeljen simbolike në fakt të një sezoni që në të vërtetë ka nisur shumë më herët, në përpjekjen e heshtur të përditshme dhe në ritmin e një qyteti që nuk pret verën për të punuar, por e ndërton atë çdo ditë. Kjo mbrëmje më mbush me një emocion të veçantë që buron nga prania juaj e jashtëzakonshme sot këtu, nga entuziazmi që ndihet në çdo hap dhe nga kjo çelje që jo vetëm i përmbushi, por i tejkaloi pritshmëritë tona. Këtë vit Himara dëshmon një prani rekord. Nuk jemi më një ndalesë rastësishme, por një destinacion i përzgjedhur me vetdije. Dhe kjo nuk është fryti i një rastësie. Është vazhdim i një rritjeje prej 25% vitin 2025 krahasuar me një vit më parë, një rritje që nuk ishte maja, por vetëm hapi i parë i një rruge më të gjatë. 2 muajt e parë të këtij viti e kanë bërë edhe më të qartë këtë prirje. Ritmi i vizitorëve është përshpejtuar, është bërë më i qëndrueshëm, më i sigurt, më i vendosur. Këtë vit kemi votuar buxhetin më të madh në historinë e Himarës, por më e rëndësishme se shifra është vizioni që e udhëheq. Një vizion që e sheh turizmin jo se një sezon të shkurtër, por si një identitet të qëndrueshëm. Një vizion i përqendruar në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, të agroturizmit dhe të gjithë ofertës së paketës tonë turistike. Por mbi të gjitha, kjo ditë tregon diçka më të madhe, se Himara është zgjuar si një trup i vetëm, sepse vetëm së bashku, si përmarrësit, bizneset dhe bashkia mund ta çojnë këtë qytet përtej bukurisë së tij natyrore drejt një eksperience që nuk harrohet, por i kthehet çdo që vjen së paku një herë në Himar. Dhe për sa kohë të jem në krye të Bashkisë së Himarës, do të jemi një mbështetje e fortë për çdo qytetar, për çdo sipërmarrje, për çdo ide që çon Himarën një hap më pranë elitës së turizmit botëror, aty ku ndoshta Zoti e kishte menduar që në fillim kur e bekoi me këtë bukuri natyrore. Sot, duke parë këtë shesh të mbushur dhe këtë energji, mund ta themi me bindje. Himara nuk po pret më verën si sezon, por ajo po e udhëheq atë drejt një turizmi 12 mujor. Mirë se erdhët në Himar, aty ku dielli pret detin. Më pas u ndan dhe 3 çmimet e para për fotografinë më të mirë nga Himara, një konkurs ky që grumbulloi me 10 fotografi nga fotograf profesionistë dhe amator. Tu kemi 3 çmimet e para, të cilat vlerësojnë arritjet dhe këndin më të bukur të lentës atyre që kanë shkrepur një bukuri nga Himara. Do ta fillojmë me çmimin e vlerësimit, që është çmimi i publikut vendi i tretë. Vendi i tretë i jepet Algert Arizi. Kryetar, faleminderit për këtë aktivitet mjaft të bukur, faleminderit që promovon Himarën. Gjithë jugu i Shqipërisë ka pamje të mrekullueshme. Ftoj të gjithë të bëjnë sa më shumë foto, të promovojmë Shqipërinë, promovojmë jugun dhe sukses e kryetar. Këtë dedikim dhe këtë çmim unë ja dedikoj gjithë atyre që më votuan, familjes time dhe të juarës time. Wow, rrof dashuria! Një përshëndetje kam dhe për gjithë kolegët e mi, gazetarët e Florës që po më ndjekin. Suksese, faleminderit. Aktivitetet u përmbyllën me koncertin festiv në mbrëmje, ku për kënaqësinë e publikut vendas dhe qindra të huajve performoi këngëtari grek me famë botërore Konstantinos Argyros. Non sta, me ta rodaste da ieri me más. Ne vas a creer que sos que te
Eventi mblodhi pas vetes mijëra spektatorë të cilët shijuan performancat live duke vlerësuar organizimin dhe aktivitetet për çeljen e sezonit. Where are you from? Belgium. You are for the first time here? Unë jam nga Belgjika, vi për herë të parë në Himar, zgjodha të vija këtu vetëm nga pamjet e bukura, nuk kërkova në internet, thjesht prenotova udhëtimin dhe erdha. Himara më pëlqen shumë, muzika është shumë e mirë, do të kthehem sërish këtu me siguri. Deti, ushqimet dhe pijet janë shumë të mira. Manchester in England. Oh, England, Manchester. Unë vi nga Manchester, Angli, jemi nga Manchester United. Është hera e parë që vim këtu. Kjo është dita e dytë që qëndrojmë në Himar. Muzika na duket shumë e mirë dhe do ta shijojmë edhe në vazhdim. Himara na pëlqen shumë. Sot ishim në një bark, bëm një udhëtim, po shijojmë muzikën dhe po pim verë. Do të rikthehemi sërish këtu. That's okay. Belgium. First time in Himara. Unë jam nga Belgjika. Është hera e parë që jemi këtu, më pëlqen shumë. Është një festival shumë i bukur me muzikë shumë të mirë. Himara dhe Shqipëria janë të mrekullueshme. Why in Himara this time? Why you are in Himara? It's just a holiday for our mates. Kemi zgjedhur Himarën në këtë periudhë pasi është koha jone e pushimeve. Dëgjuam që është shumë bukur këtu dhe vendosëm të vinim. Kemi ardhur si një grup shokësh. Himara na pëlqen shumë, koncerti shumë i bukur, mezi e kemi pritur. Muzika po shumë mirë, po e shijojmë. Mezi presim të rikthehemi sërish. Yeah, you too. 3 ditë të ngjeshura me aktivitete nga 1 deri në 3 maj që mblodhen pranë vetes qindra persona mes tyre shumë të huaj nga vende të ndryshme të botës. Kjo ishte festa e çeljes së sezonit turistik në Himar.